Një nga objektet më të mëdha që do të ekspozohen në pavionin e etnografisë në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë është tavani 120 vjeçar prej druri me gdhendje në bazoreliev i familjes Berata Seruli. Ky objekt me vlera të veçanta prej disa kohësh i është nënshtruar restaurimit nga specialisti i laboratorit të konservimit Frederik Stamati, i cili tregon mbi punën e nisur me tavanin prej druri dhe karakteristikat e kësaj trashëgimie kulturore që do të ekspozohet në pavionin e etnokulturës. 3 muaj që jemi duke punuar për restaurimin e tavanit të familjes Seruli nga Berati, e cili do të ekspozohet në katin e dytë të pavionit të etnografisë brenda Muzeut Historik. Ka qenë një tavan që ka nxjerrë nga ana teknike shumë defekte dhe shumë punë për të restauruar një gjendje e cila nuk mund të shkonte në një ekspozim në një muze. Gjithmonë jonë, që tani ka 3 muaj dhe më tepër, është përqendruar në kthimin e këtij tavanit në gjendjen origjinale të vitit 1883, kur dhe është realizuar dhe është vendosur në këtë banesë. Tavani i familjes Ruli nga Berati mendoj të jetë punuar nga disa mjeshtra të gdhendjes në bazoreliev mbi dru pishe. Natyrisht që të tilla lukse mund t'i kishin vetëm familjet feudale dhe fisnikët. Motivet mbi këtë objekt janë kryesisht melule, por ndeshim edhe në një kombinim të kulturave dhe simboleve, si kundër janë ylli i Davidit, pema e jetës dhe motivet islamike. Sipas analizës së laboratorit, ky tavan është lyer 12 herë deri në momentin e dhurimit të tij nga familja për Muzeun Historik Kombëtar. Restauratori Stamati shpjegon se puna konsiston në kthimin e tavanit në gjendjen fillestare, duke ja hequr të gjitha nënshtresat e bojrave dhe dëmtimet ndër vite. Një ndër 2 objektet më të mëdha që do të ekspozohen në këtë pavion, bashkë me do të jetë edhe trapazani i familjes Kazasi nga Shkodra, pak më i vjetër se ky tavan. Dhe do të jenë ndër objektet më të mëdha, të cilët patjetër do të kenë një përshtypje të veçantë sepse do shikohen që nga larg në dimensione të mëdha, do të do mbushin syrin e vizitorit dhe për ta bërë tepër atraktiv. Do kemi akoma edhe rreth 1 muaj punë në mënyrë që të përfundohet, pastaj do kalohet në procedura të tjera, si në integrimin e ngjyrave, në forcime, montime, derisa të jetë i paraqitshëm përfundimisht. Tavanet të ngjashme me gdhendje në dru janë të rrallë, por ende mund të gjenden në banesat e vjetra të Beratit, Shkodrës dhe Gjirokastrës. Ky objekt është ekspozuar në vitin 1974 në Paris, në ekspozitën Shqipëria në shekuj, duke tërhequr vëmendjen europiane drejt etnokulturës së Shqipërisë, aso kohe të izoluar dhe pak të njohur.